Si mësojshë, si shkon shtëpi domethënë, Po. edhe e merr Kur'anin. Si mësohet e përmendsh? Edhe pak më thjesht me ndaj thjeshtëzuçi për shikues të interesant. Po tash më varet edhe prej kapacitetit edhe vullnetit që ka e ki, motivimit që e ki. Për shembull unë e faqen në stilin Osman që ishte mësojshme me devre në atë hifzin e Kuranit kishme me devre ndajshme. Devre është mësohen 2 gjuzat e fundit një herë, domethënë xhuzi amme edhe xhuzi para saj, e pastaj kalon prej xhuzit të parë, mirë po e mëson faqen e fundit të xhuzit të parë, faqen e fundit të xhuzit të dytë, faqen e fundit të xhuzit të tretë, edhe deri në fund Kuranit kështu. Pastaj kthehesh prej fillimit, faqen e parafundit të xhuzit të parë, faqen e parafundit derisa të mrish në fillimin e xhuzit. Edhe kështu përfundon hifzi. Kur e mirësha faqen, një herë këshyrsha ajetet janë gjata janë shkurta. Nëse janë ajetet e shkurta, mirësha ajet pas ajeti. Për shembull 10-15 herë, 20 herë, për më varet edhe ajeti çfarë ka qenë në Iran për më mësua apo jo. Edhe e përsërit ça. Çel, domethënë duke e pa mushafin, derisa e ndjesha vetëm se më e kam mësuar për mendsh. E mbyllsha Kuranin, e thosha çatë pjesë që e kam mësuar për mendsh. Vazhdojsha pjesën e dytë. Edhe mos i përfundojsha pjesën e dytë, u kthesha prej fillimit, e lidhsha me pjesën e parë. Pastaj desha në pjesën e tretë. Kur përfundosha pjesën e tretë, përsëri fillojsha prej fillimit. E lidhsha, domethënë ka qenë lidhse çdo pjesë me njëra tjetrën. Derisa arritsha në fund të faqes, apo pjesët që kam pas me mësu. Se ndonjëherë një faqe, ndonjëherë gjys faqe. Në fillim kanë qenë ka gjys faqe, shkaku i fillimit derisa muj me thonë forcova leximin, rregullat e leximit e kështu me radhë. E kështu ka filluar domethënë çdo faqe. Mirë po ka pas edhe koçës ka mujt më shumë se gjys faqe. Po do. Kish vështirësi apo? Ka pas vështirësi, padyshim. Nuk është lehtë. Jo. Sa i përket hifzit Kuranit, memorizimit Kuranit. Muj me thonë është pak sfidues memorizimi Kuranit, mirë po nuk është i pamundshëm. Edhe ajo që e ban të lehtë për shumë njerëzit është për kushtime dhe qëllimi që e fillon memorizimin e Kuranit. Pse? Se në shumë ajete, veçanërisht në surën Al-Qamar, Allahu në 4 ajete thot وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Ne kemi bërë të lehtë Kur'anin për ta kujtuar, për ta mësuar, për të nxjerrë prej saj mësime dhe dobi, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Allah e bën në pyetje, a ka kush për juve që i merr këto mësime? A ka kush për juve që i mëson këto dobi? Edhe vetë kjo ajet na tregon neve që është i mundshëm mësimi i Kuranit, hifzi i Kuranit. Vetëm se ka nevojë për përkushtim, për vullnet, për motivim, e kështu me radhë. Edhe nëse, domethënë, ato që kanë dëshirë që të fillojnë hifzin e Kuranit apo janë në hifz të Kuranit, kisha këshilluar se janë disa faktorë që ndikojnë në memorizimin e Kuranit. Po. Edhe kisha këshilluar ndëruesit, domethënë, e para është sinqeriteti. Me vovës për niyeti, po. Qëllimi për çka e bën memorizimin? E bën për interesat tua personale, e bën për hatër të prindve, hatër familjes, shoqërisë. Jo. Sinqeriteti apo niyeti memorizimit të Kuranit bëhet vetëm për Allahun. E pastaj Allahu do të shpërblen për këtë niyet. Ta edhe famën edhe famën, edhe kënaqësinë, edhe domethënë do jesh i dashur në mesin e familjes, në mesin e shoqërisë e kështu me radhë. Faktori 2 që ndikon memorizimin e Kuranit është disiplina, dhe kjo është shumë kryesore. Disiplina me pas përkushtim dhe të jesh i disiplinuar, me pas vazhdimsi memorizimin e Kuranit. Jo me pas pauza gjatë, një muaj me mësu, një muaj mos me mësu. Përsëritjet e kështu me radhë, gjithmonë të jesh shërbim të Kuranit. Ka kohë që i lodh, ke pushime sen, mirë po ato bëhet fjalë për 1 ditë, 2 ditë, ndoshta një javë kur smuhesh shumë, ama jo me lan asgjë fare. Me neglizhu. Dhe e treta, domethënë pas disiplinës është përsëritja. Çdo sen që ke mësuar deri në atë kohë, domethënë kjo bëhet fjalë pasi që të fillosh memorizimin e Kuranit. Çdo sen që ke mësuar, qoftë 20 faqe, 30 faqe, 100 faqe, ndaj në një program që të jesh në përsëritje të vazhdueshme me ato që i ke mësuar, i ke memorizuar prej Kuranit. Këto janë besoj që disa faktorë që ndikojnë në memorizimin e Kuranit.